që Partia Demokratike e Kosovës sot do të depozitoj një kallëzim penal në prokurorinë speciale ndaj deputetit Avnide Ari, i cili, siç e dini, për shkak të moshës është drejtues i seancës konstituive ose kryesues i saj dhe detyrë të cilën ai nuk po e ushtron në përputhje me rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës dhe me Kushtetutën e Kosovës. Siç e dini, rregullorja e Kuvendit të Kosovës kërkon që Kuvendi të mblidhet çdo 48 orë. Avnide Ari, si kryesues i kësaj seance, duhet ta mbledhte pra Kuvendin çdo 48 orë që ta vazhdonte seancën konstituive. Përkundërse ne kemi dërguar disa letra, nuk ka reflektuar dhe nuk e ka thirrur vazhdimin e seancës konstituive, prandaj ne do të paraqesim kallëzim penal për shpërdorim të detyrës zyrtare në përputhje me nenin 414 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Nuk mund të ketë asnjëherë një situatë kur një person publik ka autorizime zyrtare, të cilat nuk i përdor ose i përdor në mënyrë kundërligjore dhe të mos ketë pasoja. Ne jemi shoqëri e organizuar në shtet, nuk kemi shoqëri e organizuar në fis, prandaj zoti Ari duhet ta di që nuk është i pari i fisit, por është i pari ose kryesues i një organi të shtetit dhe kërkohet që të veproj.